Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet e fundit politike dhe nga aktualiteti me avokatin e njohur Zaçi Islami. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Mirë se erdhe, faleminderit. Avokat, sot presim një ditë shumë të ngjeshur ngarkuar nga vendimi për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, por edhe ndarkë që do të kulmojë me listat. Ju prisni zhvillime të paparashikueshme apo një rrjedhë normale? Jo, unë kam të parashikuar dhe është rrjedhë normale, tamam fiks fare. Sot nuk do ndodh asnjë tjetër veçse gjykata e apelit do lërë në fuqi vendimin e gjykatës shkallës parë për Erion Veliaj, duke garantuar qytetarët shqiptar që Erion Veliaj nuk do dalë nga burgu. Avokat, po ka dhe nga ata një pjesë tjetër që mendon që gjyqtari Ngred Pëllumbi do ta rrëzojë këtë masë të shkallës së parë dhe do ta lirojë në një masë më të butë. Pasi avokatët kanë dhënë edhe opsionet e garancisë pasurore, 50 milion lekë, bllokimin e pasaportës. Një avokat amerikan ka ardhur këtu. Tani, lidhur me avokatin amerikan, erdhi dhe do iki me bisht në shalë sepse ai nuk do të mund të hyjë kurrë në gjykatën shqiptare për të mbrojtur Erion Veliaj. Ai ishte edhe i mbrojtjes së Trumpit dikur, kishin pas klient për 15 vite si studio ligjore. Dhe të ketë qenë dash presidenti i Amerikës dhe të ketë qenë. Në gjykatën shqiptare s'ka asnjë të drejtë që të hyjë dhe të ushtrojë profesionin e avokatit. E para alfa, me lehta, nuk ka licencë shqiptare. E dyta, nuk i lejohet se është shteti huaj, shtetas i huaj amerikan. Një shtetas amerikan nuk do dalë të mbrojë një shtetas shqiptar, një hajdut shqiptar, sepse lë njerëzit, kanë vdekur njerëz aty, janë gjallë. Pra nuk do bëhet ajo që thotë, që shpresojnë. As Erion Veliaj nuk do dalë nga burgu fare, të jetë të sigurt shqiptarët. Dhe gjykata e di gjykata dhe gjyqtari e di mirë se çfarë do bëj. E di, kur them e di mirë, kaq mund të them, nuk mund të them shumë. Po ai pse erdhi avokat kur e dinte që s'mund të hynte sa në gjyq? Pse e sollën? Përse kjo? Po budalla është ai që marrë $2 milion, $3 milion apo $5 milion dhe të mos viju, kush është ai që s'vjen? Para timori ja dhe xhepit. Tani ai mirë pashun. Avokat, çfarë doni toni me atë që gjyqtari e di shumë mirë? E thash. Pyetja është retorike. Është njëti gjyqtar që ka dënuar Tahiri. Cili do që t'jetë, cili do gjyqtar t'jetë, s'ka rëndësi kush është. Është gjyqtari i gjykatës së Republikës së Shqipërisë. Do zbatoj atë që duhet të zbatoj, ligjit. Kaq, Erion Veliaj ka mbushur kupën. Nuk ka, e ka zbratur e mbushur. Nuk kanë fund parat e Erion Veliajs. Si mund ta nxjerrë sot? Pa më thoni ju mua. Pas ka thënë që do jap 50 milion lek garanci. Dakor që jemi deri këtu? Ku i gjeti? Burimin. Ka punuar avokat, se i thonë gjithë to vite. Kush ka grumulluar? Erioni? Po dhe ka punuar, se i thonë gjithë to vite që ka qenë aktiv, kryetar bashkie. Ma bën llogarinë që kryetari i bashkisë dhe nxit 50 milion lekë hiç shpenzime që kanë dalë që janë bërë publike, blerjet skandaloze dhe maramëndse që ka prishur. Janë akoma në dyshim ato, dyshimet e prokurorisë, akoma s'kemi vendim. Zotëri, ato që janë vërtetuar, derisa dolin që janë blerë një palë tanga 30.000 euro, tani ç'a bëjmë, gënjejmë veten apo do besojmë propagandën e komunistëve? Janë mjeshtra këta për propagandën, unë kam thënë dhe në një intervistë tjetër që kemi bërë bashkë. Pika më e fuqishme që kanë këta dhe më pa skrupull është propaganda. Për propagandë janë mjeshtra. Mirë, po ka ca mjeshtra më të mëdhenj, andaj tutje. Po fakti që Veliaj ka sulmuar vetëm Olz Dadon dhe jo Dumanin, ju si keni parë avokat? Është si i mbyturi që kapet për të flok për lesh kokës. Nuk do të arrit ta largoj. Pardoni? Nuk do të arrit ta largoj nga procesi Olz Dadon? Po se ka i në dorë ta largoj nga procesi. E ka Duman? Nuk është në dorë të pandehurit, zotëri. I pandehuri mund të kërkojë shumë gjëra, por gjykata ka të tjera ligje dhe tjera detyrime ligjore për të zbatuar. Si gjithashtu domethënë, me që nuk do ai ta gjykojë ai dhe ai do ta heqim se nuk i pëlqen Erionit, Zdromsi i Tiranës do rri në burg.
Pik. Avokat, dje gjykata, prokuroria ka shtyr procesin për sot në orën 12:30 për shkak se kanë nxjerrë disa prova të reja. Në këto prova, sipas mediave, një pjesë të kolegëve gazetar, janë disa përgjime që janë marrë zotit Veliaj në momentin ku ndodhen në paraburgim të Durrës, gjatë komunikimit me vllajën, por dhe me persona të tjerë. Atëherë, unë mund të them vetëm kaq. Prokuroria, Spaku, nxjerr gjithmonë një të mitin e atyre që ka prova në dorë dhe dokumenta që ka në dorë. Sepse është proces hetimor, do dalin gjykatë të tëra, nuk kanë pse të nxitohen njerëzit. As opinioni publik s'ka pse të prishte herezin, sepse të tërë dinë që Erion Velia ka vjedhur, të tërë dinë që Erion Velia bëri një dasëm 400.000 euro në kalan e Gjirokastrës, se që pasha i madh zdromë si Tiranës për të bërë dasëm 400.000 euro me lekët e fiqve që shiste e jëma, që janë këto ju me të vërtet i besoni këto se dhe Erion Velia mund të dalë sot në gjykata ose mund të jepen masa lehtësuese. Harrojeni, absolutisht asnjë masë lehtësuese. Do rrinë në burg, do përgjigjet për të tëra, kur të hapet gjyqi për të do të dëgjoni hyneret e Erion Velis të dokumentuara, të udhëtitura që nuk ka burnën që kundërshton. Avokat, pa ka drejt prokuroria që në një proces në apel të nxjerr prova të reja për masën e sigurisë. Pra, a nuk mund shkohet me dosjen e shkallës parë dhe në apel? E kanë dora ata, mund të nxjerrin prova të reja, mund mos nxjerrin. Dhe gjykata është detyruar të zbatojë vendimin e gjykatës shkallës parë. Apeli do zbatojë vendimin e gjykatës shkallës parë, sepse është kopsitur ai vendim që është arrestuar Erion Velia. Nuk bën me dëshira ajo punë, çdo njëri gjyqtar apo një trup gjykuese. Do zbatohet ligji. Dhe ligjin e kanë në dorë. Shpenzimet i kanë, faturat e shpenzimeve i kanë maramëndse, çmenduri. Avokat, mos shko më larg. Merë inceneratorin e Tiranës. Është direkt Erion Velia. Direkt me dorë të tij, me firmë të tij. Le pastaj firmën 5D e Hajduk ligjet e tjera. Çfarë bëni mos mendoni kështu? I minimizoni gjërat kaq pak. Për 5D-n edhe për inceneratorin ende s'kemi asgjë për Veliajn deri tani nga prokuroria. Janë përgjegjësi ekskluzive e Erion Velis dhe mos dalna. Ore, ju doni që prokuroria të nxjerrë letrat e tuaja të jap shtypin, ç'bëri kështu? Po asish më prokurori pastaj. Ndoshta një pjesë transparenca, avokat. Cila transparencë? Ku? Po, pse çfarë hetimesh do prishin, ndërkohë që hetimet janë bërë gjatë gjithë kësaj kohe? Ata i kanë dokumenta, fatura. Bëni durim, do filloj gjyqi, do t'i dëgjoni në gjyq. S'ka asgjë për të habitur aty. Pse do t'i bëhet ky nder dhe ky respekt një zdrom se një hajduti që ka vjedhur sa askush tjetër. Pse do t'ja bëjnë këtë lehtësi, se nuk po gjim shkakun e kërkesës tuaj, ose të shtypit, ose nuk e di kush. Më thoni shkakun. Thjesht po e bëjmë bisedë, nuk është se kam ndonjë preferencë, por ajo që më bën përshtypje është kjo, avokat, që ai nuk e ka ditur në momentin që është paraburgim që mund të ketë përgjime ambientale, mund të përgjohen takimet, biseda. Në radhë parë nuk të drejtova personalisht, të drejtova si media. Ju kuptoj, avokat. Ju kuptoj drejt. Personalisht për ju kam respekt maksimal dhe kam mbaruar ajo punë. Por media ajo media tek e cila ti nuk bën pjesë, sepse je tjetër brum dhe ke tjetër formim dhe ke tjetër edukat dhe ke tjetër moral. Ata duan me çdo kusht tani që të mbajnë me gajret opinionin publik, të thonë, dhe jo opinionin publik, po pasuesit e Erion Zdromsit, që do ta nxjerrim, do ta bëjmë, s'ka faj, s'ka ashtu, s'ka kështu, edhe duan me çdo kusht që prokuroria të jap informacione. Nuk ka informacione nga prokuroria. Bilete kaq ka dhënë shumë. Për mua, prokuroria është organ sekret, bën punën e vet. Në fund fare, kur pushitet dosja me prova, me fakte, e çon në gjykat dhe është gjyqja që vendos pastaj se ç'do bëhet për të. Po jo duan që tani këta. Pra, këta duan që gjyqi të japi media Erion Velis. E kuptoni ç'po kërkojnë? Avokat, po përgjimet mund të shërbejnë që mund të jenë marrë ambientale si indicie apo si provë? Po janë marrë ambientale, janë provë.
ambientali në Burg, domethënë, atë kush i arrestuar. Po, në paraburgim të Durrës. Ato janë prove e pakontestueshme se janë përgjime të organizuara nga prokuroria dhe nga shteti, bëhet fjalë fare. Po, me autorizim prokurorisë. Po patjetër, janë prova ato, nuk bëhet fjalë fare. Avokat, çfarë mund të ketë brenda këtyre përgjimeve? Flitet për 90 faqe. Domethënë në atë situatë që ka qenë në ato ditë dhe është Veliaj, biseda. Po pse more jeni kaq të padurueshëm? Pse jeni kaq? Doni me çdo kusht që të nxjini sekretet e prokurorisë. Nuk do dalë. Unë nuk i di një për vetë. Është folur për intimidim, për kërcënime. I shton zullumet vetë sa i me ato që bën. Sa i shtrimi math ai, kërcënon ai. Do t'i shohim ato kërcënimet që bën. Se ato janë në vetë, janë përgjegjësi me vete. Intimidimi dhe kërcënimi dhe kanosja janë në me vete që sikur hiç gjithmonë s'ket në ato. Mjafton që ka kanosur dikë ai minimumin e ka 3 vjet burg. Gjithsesi, deri tani akuzë të re nuk është ngritur për intimidim. Se di, mund të ngret nesër, mund të ngret sot që flasim bashkë, nuk e di. Prisi sot jetë një tjetër përballje si radhën e parë të acaruar me tone të larta. Dëgjoj ai po të ketë tru, që nuk ka tru, se ai një rrugaç ordinere që e morën e vunat atje në krye të bashkisë, edhe e përdorën për të pasuruar padishahu i tij Edi Rama. Ai mund të bëjë çdo lloj budallëku që i thot truri dhe që e nxisin, se ka dhe që e nxisin. E nxisin duke e mashtruar se ai s'kupton si ku ndodhet. Akoma kujton se është kryetar bashkie, akoma kujton se mund të komandojë, mund të drejtojë. Është mjeran në këtë pikë. Ka përfunduar ai si në punë shteti. Ka përfunduar. E keni fjalën politikisht? Politikisht po flas. E ka mbyllur mendoni? Kopsitur ajo punë. Avokat, çfarë ju shtyn keni besim te integriteti i gjyqtarit? Ligji. Po, ligjin edhe të tjerët e kanë pasur dhe e kanë përdorur, ma ligj e bën ligjin. E kanë përdorur kur kishin mbështetjen e Pashait lart, po se kanë më mbështetjen e Pashait. Tani nuk ka gjyqtar që të veprojë kundër ligjit, se e di ku do vej vetë. Ja u thash, e din mirë se ku vjen po shkelën ligjin. Kështu që cili do gjyqtar të jetë, merr dhe më të dobtin, në thonjë se gjyqtari bën një tjetër vetë se lexon dhe zbaton ligjin. S'ka nevojë për filozofi aty. Do zbatoj ligjin dhe nuk ka burr nënë që e kthen mbrapsh, ose që e lehtëson, ose që e intimidon gjyqtarin që të bëjë ato që thot X apo Y. Jo. Ironi e fatit ndoshta po të dy ata që ishin projektuar si pasardhës të Ramës, si Tahiri, si Veliaj, në dorë të këtij gjyqtari. Atëherë nuk ishte kjo situatë politike. Situata politike tani është diametralisht e kundërt me atëherë kur janë dënuar e gjykuar ata. Sepse sot, unë nuk kam thënë juve, kam thënë në mënyrë përsëritur, madje edhe edhe mbrëm në darkë. Edhe mbrëm në darkë. Po, ishte një me kolegun ton Bardhiçuku, po. Po, vetëm atë, po kryetari i Partisë Shpresa Demokrate e tha pastër fare, nuk do ketë zgjedhje, do ketë arrestime. Tani edhe gjyqtarët e kanë dëgjuar këtë, dhe Edi Rama e ka dëgjuar, dhe Sali Berisha e ka dëgjuar, dhe ata pasuesit e tyre e kanë dëgjuar, të tjerë e kanë dëgjuar. Nuk, prandaj të them kanë ndryshuar situata, nuk janë më ata gjyqtarë që janë atëherë dhe me atë mendësi dhe atë mbrapavi që kishin atëherë. Tani gjyqtarët janë lakuriq, si të në kuptimin figurativ të fjalës, kanë vetëm tokë dhe ligjin, asgjë tjetër. Tani dhe të zgjedhën të marrë, o do zbatojnë ligjin të mbajnë tokën veshur, ose do japin dorëheqjen do ikin. Po që të shkelin ligjin, të japin vendim të kundërligjshëm, harrojeni. Ndryshe nga shkalla e parë dhe apeli, të besime keni dhe të e larta, pavarësisht se nuk është të këto... Dhe të gjitha shkallët e gjyqësorit shqiptar, pa preashtim, dhe të kushtetusja. Avokat, po ka një fuqi që mund ta lirojë Veliajin? Nuk ka. Nuk ka. Zero. Nuk mund të lirohet Veliaj.
pasuesi i tij në krye të bashkisë? Se di kush është. Tani është kryeministri de facto, po. Kush Në fakt, mendon që do projektohet? Atë se din ata, unë nuk bëj pjesë në lukuninë e komunistëve shqiptarë. Avokat, për dalte lista, tani sa mendoni që nga kjo listë që do propozohet, sa duke bërë një kështu parashikim për vitet e ardhshme, sa do arrestohen? Që kanë qenë deputet dhe hajdut nga 92-shi deri më sot do arrestohen që të gjithë, ka mbaruar, është prerë kostumi tyre. Por Flas nga lista e këtyre të rive që do futen. Se po flitet ata që lexova unë, pak lexova te pamfleti, ata nuk i njeh fase jema, do t'i njohim ne. Ti e kupton se ç'po bën Edi Rama, merr nga rruga dhe fut në listë për të bërë deputet. Po Gjakuri. Po Gjakuri po ka një Gjakuri me atë spekullon që është zakonisht shumë, sepse do shikosh se Gjakëria i quan të tërë pasardhësit e rilindjes. Rilindja është rilindja e Partisë Punës, e keni të qartë besoj. Dhe ju dhe emri rilindje, jo është socialiste. Dhe ai mendon që duke vënë ata pasardhësit e komunistëve të tij do mbaj deputet atë pushtetin dhe do ruaj partinë. Mos shko më tutje. Merë bën një logjik të thjeshtë. Fare të thjeshtë, naive po e quaj unë. Në qoftë se këta janë demokratë, në qoftë se këta janë demokratë në kuptimin jo të Partisë Demokratike, po liberalë që thua që punojnë për demokraci dhe për drejtësi. Pse e bën ligjin e listave të mbyllura në 2008 në 21 prill me komunistin tjetër Sali Berisha? E keni pyetur veten? Se keni pyetur veten? Janë të gjithë në një dorë, emra. Jo, është më i thellë problemi, është mafje, 100% mafje politike. Pse mafje politike? Sepse kapua, që është në këtë rast është Salihu dhe Edi, kanë një listë të mbyllur me nga 46, më duket ta, nuk e di nga sa deputeti kanë. 46, jam të sigurt. Ashtu, i kanë të sigurt. Ç'është kjo siguri? Ku e gjejmë sigurinë? Pa më thuaj, a do votohet? E din këta se ç'do votohet. Ta them unë, kanë bërë këtë marifet, si që bën dikur parlamentin e Dushkut, që se u kujtohet, para disa vjetës kur ishte Fatos Nanuar. Pra, e pan që me Dushkun e me prallin nuk u doli ashtu si që duhej rezultati, atëre bën marrëveshjen kriminale të 21 prillit 2008, nëpërmjet të cilës kanë sankcionuar përfundimisht sipas mendjes tyre dhe e bën deri më sot, që të mbeten përgjithsisht të pushtet komuniste e partisë. Kaq e thjeshtë është. Dhe shiko sa tallen me njerëzit. Do marr rastin e koalicioneve. Ilir Meta ka bërë koalicion, ka qenë në pushtet dhe me Sali Berishën dhe me Edi Ramën. Tani, Edi Rama në rregull ka qenë se ka pasur aleat edhe ka pasur të njëjtës parti dhe ka dalë nga mitre e Partisë Socialiste e Punës dhe ai dhe Ilir Meta. Sali Berisha përse do bënte kështu, përse do bënte aleancë me Ilir Meta dhe përse do ta fusin në listën në vendet e siguruara. Dhe në fundit ka një pyetje nga demokratë e thjeshtë se më këto intervistat tuaja mua më kanë hapur punë. Më ka gjetur belaja, më kanë hapur punë në kuptimin që duhet të rrit jam përgjigje njerëzve. Më thon demokratët, ç'punë ka mu, thot ai të votoj për Ilir Metën në zotëri, thot. Por Meta doli jashtë, po doli në listë hapur. E hoqin në listë e mbyllur? Doli vetë në listë hapur në Tiranë, për gjithçka ose asgjë. Dëgjoj, ti je i nat po jepi hakun. Një farë burrërie Ilir Meta e ka. Ai nuk më dëgjon, por burrëri ka. Unë respektoj këtë vendim që ka marrë. Pra ka dalë të përballet me qytetarët direkt, ballë për ballë. Politikan rrapa. Pra e ka bërë, i tha Salihut, më fal se do përdor një fjalë jo me edukat. I ka thënë Salihut,
kam bërë naftën ty dhe në protestënde. Unë po që se meritoj për deputet dhe të më votoj populli. Se meritoj, hajtë mirë pashim. Kështu janë burrat. Kjo është burëri. është tjetër punë se kush ishte çka bërë Ilir Meta. Por kjo është burëri, se është ai Sali. I pa fytyrë, po e them prapë që Ilir Metën e quajtë Ilir Thesari, Ilir Floriri. Tani kur është i birë Ilir Meta, tani që i mori ky në sjetëll se do me çdo kusht të rinë pushtet, që nuk do vinë pushtet Sali Berisha, e kemi thënë atë punë, apo kur i thoshe Ilir Floriri. E kupton sa të pak pa fytyrë janë politikanë tanë, e shikon sa çfarë sharlatanës po e drejtojnë këtë vend që janë tallur deri tani, fatmirësisht u erdhi fundi. Nuk do votohet, nuk do dalim deputet. Dhe Ilir Meta këtë gjë e di. E di Ilir Meta që nuk do bëhen zgjedhje dhe prandaj ka dalë nga lista e Sali Berishës për të larë veten që ore në fund shumë dola, thot ai. Unë e bëra time, nuk pranova. Po kur pranoi? Pranoi tani që i ka vatur ultimatume që i ka thënë nuk do bëhen zgjedhje, o shoku Ilir Meta, nuk do bëhen zgjedhje. Ashtu tha, ka thënë me vete te, dakord. Ja, unë jam në mendjen e tij. Ama ndër të bëhet zgjedhje, po pse duhet të rrimë me Saliu? Avokat, po i qëndroni kësaj bindje që zgjedhje nuk do ketë. As me fjalë fare. Ajo është aksion, nuk ka nevojë për vërtetim, nuk është teoremë, është aksion. Po marsi po ikin. Tani kur do jepet lajmi që zyrtare nuk? Duroni. Kemi duruar 80 vjet. Kemi duruar 80 vjet, nuk do durojmë 80 ora, po 80 minuta. Po Meta e dinte, po të marrin këtë version. Po komandanti Tërmet Peçi nuk e dinte që dha dorëheqjen nga kryetari i bashkisë për të bërë deputet. Tërmeti nuk ka shkollë. Tërmeti është një nga budallet që e ka hequr për Hundi Edi Rama, e ka lënë të vijet saj dhe Shikefi, e ka lënë padishan Tepelen, e ka bërë Tepelenën, ai e di se si e ka bërë, por edhe Tërmeti aty ka vendin të spaku bashkë me këta, sepse ka shumë gjunaje për të larë. Dhe gjunaje që ka për të larë ja kam thënë unë. Dhe kam veca të tjera që do t'ja them, po të vi ora. Tërmet Peçi është pa shkollë, zotëri. Pa shkollë, por ashtu sikur pretendoni ju, por ndërkohë që ai po i drejtohet kuvendit dhe një ndër 140 deputetë, se mund të jetë një sigur ndoshta. Tërmet Peçi, zotëri, është tërmeti i bandave të 97-ës. Tërmeti që merrte dhe kukullat e kalamajve nga çantat e emigrantëve që hynin në Kakavije. Tërmet Peçi ka qenë i plot fuqishëm Kakavi me Maliaj. I di Tërmet Peçi se çka bërë. Dhe kërkon tani që të siguroj kokën duke qenë deputet. Nuk do bëhet kjo punë, keq më vjen, nuk do të realizohet dhe e këshilloj këtë nga ju që të gjej një vend etiki. Tani që s'është as kryetar bashkie. Të thash pra, tani do ta lënë të tërë, do ta shohë ai. Ata që deri dje i lëpieshin atje në përzyra, tani do ta shohë kë kam ikë dhe armik. Tani do ta shohë sa respekt kanë për të. Që do mbetet qytetari thjesht, që mbeti qytetari thjesht. Se harroj se mund të bëhet më as kryetar bashkisë bëhet më deputet jo se jo, dhe e pret prokuroria për veprimtarinë që ka kryer deri më sot, se ka shumë gjunaje për të larë. Avokat, megjithatë lista po formsohet, derisa të jepet lajmi që tha që nuk do ketë zgjidhje. Sonde Rama, çfarë mendoni që kë do heq tjetër nga xhaketat e vjetra? Apo çfarë riskime mund të bëj? Po ai tani ka thënë që edhe vetë nuk do kandidoj me shumë gjasa. Atë tha me stil, tha atë që ka mundësi, tha, që mund të mos kandidoj, tha, se e di dhe emër, e di, zoti gazetar, që të gjithë e dinë se çdo ndodhur, që të gjithë, po tallen me simpatizantët e tyre dhe me patronazistët e tyre, tallen i përdorin, dhe tani akoma i përdorin. Nuk kanë burrëri të thonë që stop, kjo punë ka mbaruar. S'bën zgjedhje. Tani zgjedhje nuk do bëhen, ka mbaruar ajo punë, dhe ai bën lista kot më kot, fut emra që pas sa emra aty o zot që si kemi para asnjëherë, mos asnjëherë. Ore nuk i një njeri, ja merr e lexoj listën, ja 60 veta që ishin të rinj aty. Një fje ndonjë, je gazetar me eksperiencë. Po ndoshta ai po përgatit elitën e re, gjakuri, siç thash më parë.
Po nga do vi ky gjakuri, më vëlla, do i marrësh nga rruga, do ketë para aktiviteti. Rilindja e dytë. Po nga krau tjetër kemi Kujtim Gjusi, Jeni Sheri, kemi dhe Ai krau tjetër është një sport kara. Ke shkelur këtë ligj, shko përgjigju. Mbeten vetëm në kuadrin e llafeve, në atë që të thash, që është e pa kontestueshme që këta janë mjesa në propagandë. Gënjejnë më tërë ditën gënjejnë. Nuk e kanë përgjithë gënjejnë. Avokati, ka rënë fuqia SPAK-ut mendoni mas ndryshimeve në Amerikë apo është forcuar? Këtë e thonë, e dyse e thonë këtë, e thonë se nuk din çfarë emër t'i vënë, nuk din nga t'ja mbajnë, nuk din si ta luftojnë, dhe thonë ka rënë fuqia SPAK-ut. SPAK-u rrodh dhe mbretëror dhe SPAK-u nuk e komandon shteti shqiptar. As BKH-n. I komandon Amerika, SPAK-un dhe Byron Kombëtare të Jetimeve. Kështu që kot lodhen edhe prapë gënjejnë. I dia që janë gënjeshtar, po jo të arrini deri këtu. Sa të gënjejnë në emër të Amerikës. Në emër të Amerikës tani ne presim shtyrjen e zgjedhjeve sigurisht, edhe mbështetjen nga SPAK-u. Ka në gjë tjetër që presim nga andej? Jo shtyrjen e zgjedhjeve, mos bërjen e zgjedhjeve, anullimin e zgjedhjeve, nuk do bëhen. Nuk do po do shtyhen në moment dytë, besoj. Jo, do bëhet qeveri teknike, do ndryshojë sistemi politik, do bëhen ndryshime shumë të mëdha. Me Ramën president. Me një president. Edhe ai presidenti që kanë sot ai kukulla, ai hajduti që ka vjedhur pronat ushtarake e ushtrisë në Bregdete, i ka shitur kujti dhe qefi, dhe ai do vjen në burg. Është hajdut ai. Bariam Sheka ai, Bega. Ka vjedhur ai. Te tani s'kemi parë gjë. Do t'i shohëm, mos keni merak. Është hartuar lista me gjitha ato hajdutllëqe që ka bërë dhe pronat që ka shitur në pronat ushtarake që i ka shitur ai. Avokat, tek lista shtetet e huaja kanë fuqi që të fusin emrat e tyre? Po të marrim shembull, nuk e di, fqinjet që mund të fusin ndonjë emër të tyre në listë për deputet. Ata i kanë gjithë të deputetëve i kanë të tyre, sa një emër thotë, jo më jo i kanë agent të tyre, qoftë Beogradi, qoftë Athinës, qoftë të Francës, qoftë drejtë me të birin. Ato jo, janë dy parti politike që janë parti e të krijuara nga agenturat e huaja. Duke filluar që në 41-shin nga Dušan Mugosha e Miladin Popovici, edhe sot e kësaj dite. Nuk ka ndonjë gjë të re aty, prandaj themi që nuk do bëhen zgjedhje. Avokati që të fundit kanë për ta mbyllur. Tani për politikanët e morën vesh që do ketë arrestime, po kush do ta ndjek veliën e së pari dhe së dyti? Vetëm fushën e politikës arrestime, se s'po shohim në aspekte tjera. Fusha tjera përveç politikës? Nuk të dëgjoj. Arrestime në fushat të tjera përveç politikës do kemi? Me stade, dal nga dal. Do bëhen të tëra, do merren pronat, do merren parat që kanë këtu, do nxjerrin parat kudo ku i kanë, një për një. Pra përveç politikanëve kanë fjalën. Po politikanët, janë oligarkët, po kemi punë dhe me oligarkët, se do vërtetojnë pasurinë nga e kanë marrë, si i kanë vënë që nga nuk do veprojë si që tha Berlusconi, që tha mos nuk kërkoni llogari për milionin e parë, tha se tëra di unë. Jo, më jo, këtyre do kërkohet në qindark ku i gjetën parat. Në qindark. Pra deri në qershor na presin zhvillime të vrrullshme. Edhe një ma përsërit pyetjen? Deri në qershor na presin zhvillime të vrrullshme, them. Patjetër që kemi ndryshime të mëdha. Patjetër. Avokat, faleminderit shumë.